thotë Ibn Qayyim rahimahullah, innama yuqta'u as-safar wa yasilu al-musafir. Thotë distancat kalohen, ti ke distancë me kalu. Pikë këtu ti më shkon në distancë, apo ti më kalon në distancë. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, distancat kalohen dhe udhëtari arrin me dy sene ato. Thotë duke qëndruar besnik rrugës dhe duke shfrytzuar natën. Thotë nëse nuk i qëndron besnik rrugës, edhe nuk u thon natën kur më rin. Apo nga se ku është e kufizuar. Nëse thotë për shembull unë vetë kur ka ditë udhtoj. Natën unë flaj se sotoj apo nëse e përgjysmon kohën e arritjes. Nëse ai ka me çat kohë 24 orë ka problem me mria thon. Kur ka me mria thon? S'ka problem me mria. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, fa idha hada al-musafir an at-tariq, nëse largohet nga rruga, po nana pak çto, po dal çto, mos del çdo dushmën rrugë Allahut, se del për rrugës tojnë e gërziat e shkëtinës apo. Nëse nuk rrin rruga e ndriçuar që nuk rrin çat rrugë. Thotë, "Wa nama al-layla kullu", tan natën flan nuk u thon. Natën do të thosë udhimi natës është më i shpejtë se ditës apo. Apo thotë, "Famata yasiru ila maqsadi", kur ta merr ky mrin qëllimin e vet. Sëmërinë. Andaj kërkohet me nejnë rrugë edhe jo gjithë natën me flajt. Po me da natën pjesë saktura për udhëtim edhe për meditim, nga se është natë e qetë edhe është mundësi e mirë me këqyrë ku është zemra dhe ku është vullneti dhe ku është ambicia.